ju përshëndes përzemërsisht dhe shpresoj se dhe në emër tuaj shpreh mbështetjen e plot të opozitës shqiptare për çdo punojës të zbatimit ligjit, punojës policie, punojës të shërbimit informativ, punojës të BKH-s dhe hetimit, prokuror, gjykatës dhe të gjithë ata të cilët me ndërshmëri, me guxim, me integritet dhe kurajo vendosin të zbatojnë ligjin. Ky takim sot, ndër të tjera synon të shpreh mbështetjet plot atyre që zbatojnë ligjin në këtë vend. Dhe opozita ka qenë, është dhe mbetet e përcaktuar për shtetin ligjor, kushtetutën, si kuadri më i mirë për respektimin e lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Natyrisht, duke thënë këtë, opozita ka qëndruar dhe qëndron ndaj çdo shkelje, ndaj çdo dhune ligjore të përdorur për qëllime politike. Dhe këtu ne jemi të palkundur në këtë qëndrim. Por ndallim nga të tjerët, opozita nuk ka organizuar, ndoshta ka të drejtë të organizojë, por nuk ka organizuar ndonjëherë dhunë ndaj organeve të drejtësisë, por është përballur pavarësisht nga absurditetet që mund të jetë detyruar, ka dëshmuar se në një shtet pushtetet janë, kushtetuta i ndan pushtetet dhe ato duhet respektuar. Pra, nuk ka bërë atë që ka regjistruar për herë të parë narkoshteti shqiptar Edi Rama me Erion Velin, që rrethuan dhe dhunuan prokuror, gjykatës dhe hetues, kur u arrestua, kur doli para gjyqit, hajduti i tretë më i madh i vendit.